fakt këtë javë kafën e mëngjesit po e pina bashkë me Lena Berishën, kena marrë në fitness, në fakt jemi jashtë një herë të e pi kafën, se pas pak i me hymë fitnessa me ushtru. Kështu në një ambient këtë ndryshe prej personazhëve tjerë. Po, nuk përdja e kom në ndryshe me mëngjesin si të tjerët, zbesoj se zakonisht... Me personazhet që i kom realizohen, e kisha fjollën. Po, realisht, mëngjesi jam nëse si shkon fitnessi me ushtru herët, mëngjesi jam nga kishë fillu prej orës 10. Për ndryshe, shkaku i fitnessit edhe ushtrime me më duhet mu që ma herët, edhe më bu njeri mëngjesit me dashje, pa dashje. Doshta. Len, faleminderit fillimisht shumë që pranove kështu me ndo një kohë të konsiderueshme të mëngjesit të ëndë me neve, edhe që po shpresoj që është të shku fitnessi mirë, kështu. Ja nisëm me fitness më se veç që përmendëm. Po, fitnessit s'po ka qare për janë njësë mirë, se balë shkaj gati një vjetë pa e ngu që shduhet njërin e duhur që ato të me po me jetën dhe me trupin. Kështë që qashko vendosë me një gush ta mën që shduhet. Me një all-in. Po, edhe me ushtru 100% me... Sot ta ka ndryshu në është ta rutinën, po kështu brenda si Len. Këtë që miren me sport, paka shumë nga të regojnë se sa efektiv është fitnessi edhe sa të bënë me undi, me mirë me vetën, me do është ma shumë vetën. Që ka ndiku të këte? Fitnessi o menoj që çdo njeri e ndryshon shumë. Ba me menu ndryshe, anis funksionon ndryshe, ki energjin ndryshe. Dhe më thonë, gjë sen që e ki pas shumë boring ma për para, prej sot ka më ka ndryshe, edhe mu më ka bëti për mirë. Unë jam ka njeri sportiv prej e vogël, realisht, ju marrë me sportit të ndryshme prej e vogël, po mas një kohë angazhimet e jetës që ishin, jo puna, jo ajo, jo kjo, Zusan, tani nuk del ke shumë kohë për këtë punë. Mirë po, prapë se prapë, gjdo njëri menaj që unë gjithë nuk më arsuetu vetën me fjallën s'kë po ka më vakt. Apo dhe, për realisht një orë ditës që kështë ka vakt për me ushtru për vetën e vetë. Kështë që shumë mirë këmë bojtë që ja këmë njësë. Sidomos në mëngjes? Po, sidomos në mëngjes, unë për veti kër ja njësi mëngjesi në fitness, dita e më është full energji. Full energji, dhe me thonë, unë nuk di mu nalë, nuk di mu lollë. Zakonisht kër nuk ushtrajnë mëngjes, më shkën dita si për gjëmë shumë se pa pik vullneti jam, o kërë njësi më mëngjes të ushtru, është gjithë shka perfekt. Gjithë shka është perfekte. Sa përveç pjesës të përditshmërisë tonë dhe që e pas ka regullu fitnessi, ty vetë sa ke mujtë me e po që ka pas efekt në trupin tënd, ose a jetu e marrë shumë seriosisht në këtë pjesë edhe për formësimin e trupit. Na gjithë seli që ja nisën fitnessit e mas pare këqyrën vetëm pas qyrët dhe dojna me fillu, që është një ndër, sidomos për shika, të shumë arsëshme. Shumë është edhe e nevojshme realisht, sidomos mas një kohë, një alë fillem kurjeri nuk e vrejnë mirë, po kurjeri, nuk po thonë që në ta është me vjetër, po ideja është ndryshe funksionon një 30 vjeqare, ndryshe një 20 vjeqare, edhe normalisht që tani eshe dalimi. Unë për veti kum shtu shumë pesh, mrenda 2 vjetëve të kaluara, edhe kum shtu pesh pa lidhje, nuk disha s'ka kam vjen kjo pesh, ku pas pjesë, o kom pjesa stresit, pjesa e mos kujdesit, qka po ha, ushqimi jo i rregullt, mandej gjumi jo i rregullt, gjitha këto bënën bashkë edhe shpërthej një pesh në trupin tam që definitivisht nuk unë isha vetja. Në fillim nuk e kom pas hiq kompleks, s'mani kjo unë isha shumë okej, po me kohën e pashë ka dalë se nuk ka bashkë, nuk jam unë e qara, nuk e gjisha vetën të qaj konstrukti trupit. Kështu që fatë mirësisht unë të filluarin e kam fitness trainer, edhe fitnessi është i... Faktikisht ku jemi jo ardhë është i të fejuarit të endë. Po, është fitnessi i të fejumit jam. Kështu që unë i unë pasë që një vjetë, unë i unë pasë mësi marrë zhët dhe qëto, unë i marrë zhët dhe të realisht, po s'ku më shtu se... Jo marrë dhjëm dok, por nuk ju më shtu. Mungesa e vullnetit. Ku më shtru, po jo regullesh që shduhet. Kote fundit, që një 3 muj, 4 muj të fundit, dhe më thonë, jem his direkt, edhe nuk e kam nërmen me nalë. Jo, mos e nalë edhe mos isholla nuk i bini mësysh. Se mos për nalë tani. Sa me fa duhet me qenë për me pas të fejuarin trajner, edhe me ndej me ushtru bashkë me të, po të njëjtën ko, ashtë e vështirë se ndoshta për hatër, edhe bën lëshime në ushtrime, ajo heq, është strikt si me klienta. Jo, kërabi nuk bën, për kondrazi me mosht ma i rapt në ushtrime se sa me klienta, për mdoket.
Mirë po, është fat shumë i madh. Unë për veti kom pas shumë fat që e kom pas një njeri tillë në jetë, se më ndihmon shumë, jo vetëm për pjesën e fitnessit, se Korabi ka një ori jo veç për ushtrimet, po ka një ori ma gjana, edhe për pjesën e shëndetit, edhe për të ushtrimin, pa tjetër që po, edhe për çdo lloj dhimbje që ekziston në trupin tam, ai den me më kallëzu se çka kam edhe pse auto anë. Zakonisht përgjigjja është dush me ushtru. Po, në përgjithësi është shumë me informuar për çdo sen sa i përket shëndetit. Pa tjetër edhe që ndoshta edhe kjo është një arsye shumë e mirë edhe një përparësi shumë e madhe për Lenën, megjithatë ju e treguat që paraprakisht kur keni qenë më e re, më e vogël keni qenë aktive në fushat ndryshme të sportit, po tash e keni pas një pauzë. Qysh është tash me nda ditën, jetën me një sportes, me një njeri që është i disiplinuar? Nuk ka, thash edhe më herët, nuk ka fat më të mirë se kjo. Definitivisht. Përveç ushtrimeve në fitnes, ndoshta edhe jashtë fitnesit është gjithmonë ajo disiplina, ai rregulli, ajo vëmendja që e kushton trupit, me respektu trupin. Ka njëherë më duket që unë jam kanë shumë pak e disiplinuar në pjesën e ushqimit, ushtrimeve, kësaj pjesës që më kanë shumë keq para se me njoftë Korabin. Mirë po tash, a kjo nuk më thotë mos e ha. Kur thotë mos e ha, tregon 100.000 arsye pse mos me hongër ose pse mos me jo veç mos e ha. Jo veç mos e ha, se zakonisht njerëzit ta bëjnë, nuk bën me hongër se s'është mirë trash. Tregom çka po të keq që trash. Ty që ta kona, se mu që ma kona nuk është shumë blet me ashtin kryqe pse mos me hongër. Mirë po kur t'i jap 100 arsye dhe 100 pasoja që t'i lanë masët që ti e qanë mbashat ushqim, tani e din që okej, kjo është pika. Do të me ngu. Po ndalemi jashtë fitnesit tek Lena edhe tek përditshmëria jote, tek jeta cilën e bën tash, edhe çysh është Lena kohët e fundit? Lena kohët e fundit është konstant, është aktive 100%, më kanë pak më larg rrjeteve sociale dhe televizioneve, shkaku që nga pas disa tragjedin familje, disa që na kanë të rëndit familjarisht. Nuk më pas shumë as vullnet, as kohë me më marrë me këtë pjesë, për kundra televizionit dhe rrjeteve sociale, Lena ka punu çdo ditë, ka ushtru çdo ditë. Jeta ka vazhdu? Po, jeta ka vazhdu, se jeta vazhdan, pavarësisht çka ndodh, jeta vazhdan. Nuk e qenë hiç fare aktive në rrjetet sociale? Jo, realisht nështë ta një përqindje modhe. Po, shkaku i punës duhesh më kanë ty, se punën që e bëj për shkak sallonin që e kam, nuk mundesh pa postu se ty të vynë. Mandej duhesh me tregu punën tonë që ti e bën. A megjithatë për jetën tonë, na këtë postojna për punën, por nuk e llogaritëm kontent. Po. Ma shumë kena që për vetë. Po pra, për ata thash që nuk jam kanë aktive, se për kontent teme nuk jam kanë aktive. Po besoj që kena më kthy së shpejt. Patjetër, do shpresoj shumë. Je diçka që duhet me u pa në rrjetet sociale, je shumë e mirë edhe pse jo. Qysh është me unë për vete për flasja Auror, fillimisht. Kitë kena qef, më duket, me pas ka një pjesë, thojna t'i largoj kitë rrjetet sociale dhe t'knashna pak për vete, por nuk e marrëm guximin me e po. Une nuk e kam. Nuk e ki? Jo. Nuk jem varur 100%? Nuk jem varur 100%. Une edhe nesër më mshel larkoft, po thamë shkaku i punës, edhe nesër më mshel të natyve, nuk është që ma jep na ndjenjë ndryshe. Të krym punë shumë, është që jashe hajrin, realisht, se krejt jashojmë hajrin rrjeteve sociale, kush rranë. Mirë po, prap se prap, nuk është që jam shumë më varë në rrjetet sociale. Nuk më thonë asë njëherë, biles, unë kur i ndi qikat e reja që thonë, a i kësham qëllë rrjetet sociale, ka orë koha, sa shmë qëllë pek, më zhdu, ka një, unë që të mund ja o bëj, për shka, në qofë se, pse dush më arë deri me qatë pikë, mësë bëne më varë për diçka që të kërkën me u largu prej sajna, bëne jetën tonë në qatë mënyrë me konë rrjallë shumë edhe rrjetet sociale, që mos me vejt, asaj e shumë aktive, asaj e... As nuk ka nevoj më kanë në varë për tyne, po as nuk ka nevoj me pengu ato. Apo kuptat në me thonë, o menaj që njeri duhet me konë me një pikë që më nëshme me nga gjithë do sen. Jo me të prishpun rrjetet sociale në jetën e përdeshme, po as i të e përdeshme në rrjetet sociale. Do është me ditë mi nda për më konë shumë qeto, menaj që... Se tashmo janë bo pjesë e jetës tonë, kështu si obligative. Shumë mirë që janë bo. Realisht shumë mirë që janë bo. Për shkak sa i përket marketingeve, për momentin, on top i rrjetet sociale. E vërtet, pa rrjetet sociale nuk unë është as me ra në kontakt me marketing. Unë po flasë për vetën time edhe për biznisin tem. Për shembull, nëse si shën ka rrjetet sociale, kush më kish njoftë mu prej zjarës se kena
biznisi, dhe nga qëtë salonin prej që s'na ka njohë kërkësh, make-up artistës nuk ju më konë asë njëherë ma për para, e kuptojnë, edhe çdo sen ka çdo sukses, mos me thonë, 50% e suksesit duhet falenderu rritjeve sociale edhe punës që e kena bo pa tjetër, që e kena pas çka me postu në rritjet sociale. Jashtë biznisit, e di që i aktive edhe në TikTok, po edhe në Instagramin, qysh e sheh vetën në të ardhmen, a kime kohen gjithmonë kështu ma aktive, me u kohen ma, le themi ma në zoha tjertë me edit për lenën ashtu në detaje, apo po ke që me qenë pak ma personale? Unë e kom kërsu shumë për ditëshmërinë teme. Po. Ma për para më konë ma aktive, kohët e fundit, vitet e fundit, më konë ma e konservuar në këtë aspekt. Po, unë kam një plan që së shpeti kom më konë shumë ma shumë aktive se najherë. Kom me fillu me bo ma shumë rutina editore, kom me bo ma shumë video motivuse për të rejat, se kom shumë... Tash edhe pas keni rutinë të përmbushën, kështu edhe me aktivitete fizike, edhe me punë, edhe me gjithë shka. Po, edhe mandej, sekret ma bërë, hatë sa ti bëjsh fmit, mandej si me pas vak për to, më ne që kur ti bëj fmit, ku me pas vak, hala ma shumë. Se me që lëshon që atë pojnë me fmit knaqës. Po, edhe realisht janë ndër videot ma të dëshiruar atë mjatë. Edhe jo në fakt të tuat, po janë ndër videot ma të klikuarat nga nonat e reja që bojnë content. Mas shumë t'i këshyren edhe gjenë koha ato pëse mos me gjithë të dhe. Po pra, më besoj që atëherë ku me pas kohë ma shumë si jam shpe, nuk kam me punu të detë, se kur po jem punë definitivisht po pritan njëri, po pritan shkaku që po jesh shumë angazhu me punë, mandej edhe rritë sociale, pak i lem as dore, deshte, mirë po besoj që shumë shpejt. Me që unë dalëm tek kjo pjesa e të ardhmës me kontentin e kështu, që sheshe vetëm pas pak vitesh, ose në të ardhmën e afert, le të themi kështu, ku është Lena në të ardhmën e afert, përveç rrjeteve sociale? Lena nuk e di sa ku më konë. Jo, se dina kërkush po, që shetojnë? Ka orë koha me po një bebe, nuk e na bo nëj plan. Po, është vështë dëshirë kështu spontane? Kjo dëshirë është gjithmonë, po sa shka orë koha me nëj. Kujtom ka orë koha, për mënoj që unë ndina e dashme me pas atë ndjenjë të qenurit nën. Mirë po, ta është të presim fati, kur danë kismet së shpejti një darëse me vogël, se veç e na feju, ta është duhet me bu një darëse me vogël, nuk përmenoj na me bu një darëse me gjigante, mediatike, anik. Ne, nuk është interesi jam as njëhera, ja, darëse me konë sa ma tradicionale, edhe sa, do më thonë, komë mënu që çdo detaj më konë shumë tradicional. Çdo detaj më konë tradicional? Shumë. Unë e du shumë dasma tradicionale, edhe fejsa u konë paka shumë e tillë. Po. Mirë po dasma besoj që ka më konë hala ma shumë. Këtë verë? Jo, këtë verë jo. Okej, këtë verë jo, po së shpejti? Së shpejti. Nuk besoj në sezon që buhet dasma jam asë njerë, se sezon e kam zonë me punë, që s'kom kohë marrë me dasma me punë. Nështë ta i shkojnë edhe pak ma lezat, kur të shojmë dikën që mërtojt jashtë atë sezonës, ashtu mbet vëmendja vetëm tek ai person, me gjithati pas ke vendosur me bas pak ma private dhe me shiu me njerëz të zamrës. Ka mu kanë private, ka më mundu mu kanë sa ma private, nuk besoj që ka me pas media, se menoj që edhe mediat pa i thirë pak nuk t'vinë me zërë darsëm, që që onë nuk e A me ordna, jo? Nuk besoj që si eftu me po pa tjetër, amo jo me kamerën shve. Lena, përveç i pas ka hy kështu kërgja mirë i jetës, edhe po më pelqan shumë njëra që është po folë, kur po është pjesa tek pjesë ma serioze, nuk është gjithë shka rjeta sociale, nuk është gjithë shka puna, nuk është gjithë shka spori, shëndeti, familja dhe gjitha këto, edhe po besoj që edhe ju vetë po flisni me shumë dashuri për këtë pjesë. Me gjithat, qësh e sheh të ardhmen e largët, Lena, kisha pas qef qësh janë sot gjithë trendë edhe gjithë fëmijët edhe gjithë aktive në rrjetet sociale, me që edhe ne po flasim gjithmonë duke tëftu edhe duke pretendu si Lena si më influencera, jo që ka më shumë të njohim, edhe që po du më mundual pak ma gjërësisht e kjo pjesë, u a dëshiron shumë njerëzve ose nuk u a dëshiron hiç fare njerëzve shumë të rinj ose fëmijëve këtë pjesën e teknologjisë, ka ndryshu shumë rrënjësisht kështu bota edhe... Po, ka ndryshu shumë. Unë s'po japi fjalët ndoja, se zakonisht nanat, gratë para se më bu nana, i thojnë një të fëmija, s'ka me kap kur telefonin dorë, po kur lodhen tani alë... Ani tani më sta kalzo që ka kap? Po e shohin tjetë, tani më hanëzojnë krytakit kujtojnë që kjo thojnë intervistë. Fatë këtësisht, po, jënë rritë fëmija para kohë, nuk po din kur është pjesa e fëminis,
kur është koha e adoleshencës, nuk jënë ka din kur është koha e rinis, nuk po din kur është koha e pjekuris. Se të pjekurit po bëhen fëmija po bëhen pjekur, edhe jënë bo një farë kauzit këtë jetë, sa që mu nuk është të më pëlqy as pak. Po flasë personalisht ka mendoj, se zakonisht po kryp zona për fjallë që pëjthamë edhe për kjo është thjesht mendimi jam, nuk do me thonë që duhet pa tjetër me bojt që ato të me qeni sakt ose i pasakt, thjesht Lena kështu e sheh. Po, edhe unë si Lenë, për shambull, jam shumë kondër qikat sidomos, edhe jam, sidomos kur janë të ri edhe fëmi, me konë isha dveshën, qikat isha dëgrimume, është bo një farë kauzet i bre madhe, thash edhe ma herë, sa që mu po më vjen shumë keq për rinin e solit. Unë e për vete, jam shumë kondër me urit para kohë. Unë shpeq ja u bëj qikave treja, dvogla, kur të mbjemi pa, ja u bëj, o a dimbre sa ki mu lyje, sa ki shijeje që të kohë, që të moshe. Kime doshtë më bëj vogël kap. E s'kime mujtë. Unë e maturante që i pata, qëtash së është kohë e maturantave. Maturante që i kisha stash, kur vishën edhe lipshin grem maturant, ja bëjsha, po pëse s'pja len këtë grem tarsëmës? Apo dhe nëse një naje që ka me të arë mas një 5-6 vjetë, kur ti vëq ki mu kone pjekur edhe ki mu kone rritne. Do ku maturante. E mos flasim tani edhe material që se në maturante të njëjtë e lypin. Të njëjtën. Do më thënë matura janë bëj njëjtë sanë. Njëjtë fustanat, për mos me thonë maturan ka njerë ka ndodhë që kam bas, po prapo zgjidhja atyne nuk jom ka e flasë për mjë për zgjidhja dikuj punë të vetë. Për jetë mendimin tem që shjeja një moshën që e keni. E di që e ka një... Edhe unë për vetë i kom pas, kër jëm ka me vogër, kom pas një qik, një ftyrë publike që e kom pas... Po ke pas një? Simpati, kom pas qefë. Po dhe po, edhe 2, edhe 3 t'i kesh, po nëse ti simpatizon, nëse ti simpatizon mu si influencere, nuk do të thotë që ti duhesh pa tjetër më duke si jene. E ma ndej kur pëjboj 19-20 vjetë, për shkojnë për mushën, fillera, bëtuksa, jo, kjo... Që nashta këto janë shumë të mira për një moshë caktume. Jo për të reja. Nuk kondër ndërhyrjeve. Edhe unë të them. Ekziston një hunë që nuk njësh ratë me to. Shkan ndërhyjnë e bën, kitë në regull, po të vjen bre një kohë, vjen mosha ku ti dush me bu. Ose ndoshta në baza normali shumë të tepruara. E pse duhesh më jap rëndësi shumë bukurisë? Pse duhesh më jap rëndësi shumë pamjes fizike? Apo më shumë rëndësi sanave që dëvyn që të çojnë magat. Bukuria nuk çon shumë gat. Kena plot të bukura që kanë qenë me një kohë që nuk e njohim më, pse se kanë zhvillu kur një talent, nuk e kanë zhvillu kur një profesion, nuk e kanë zhvillu kur një... Veç bukuria. Është afat shkurte. Është afat shkurte. Edhe nëse së është afat shkurte, nëse ki mu plak me atë bukuri, njerës kanë mungim me bukurin tonë dhe ka me dalë një bukuri ma e madhe. Dhe me thonë, kena dhe bukura pa fund në për Kosovë, si dhe mësë, o mëne që e nga raca, ndë racat ma dhe bukura në botë. Kështu që nuk mënesh me bukuri me bukur gjo. Kime ka një në disa muaj, disa vite. Edhe aqë. Me që tregove si jetë tradicionale, më herët, javën që vjen e kemi edhe festën e Bajramit, qështë? Je kështu aktive në festat në përgjithësi, jo vetëm të feston, do shta kështu në gjitha festat? Po, unë jam e rritë në një fshat në komunin e PS, ku fshati jonë jena të përzim katolik musliman, që nuk jenë, do me thonë, ne respektojmë që është shumë 2 fejtë, sa që i festojnë asë me thonë 2 fejtë. Për shumë, kur jena në Bajram, këshit që janë katolik vinë të na për Bajram, për Pashk, për Krishtlindje, shkojnë na atje për mja uru festën, edhe i ndojna bashkë festat. Po, na jena, në përgjithësi, unë nuk jam shumë fetare, nuk jam praktikante e festë, mos me thonë heq, po, unë i përkas festë muslimane realisht. Mirë po, jam rritë me një qasë ambienti që që me i respektu të gjitha fetat dhe festat. Po, edhe i di festat e dyave, i di njësit e dy festat. Edhe që faktikisht do feste ka mesajin për me u bashku, me u knaqë, kështu që pëse jo është do festat e bukur. Po, kretë festat janë bukra dhe kretë festat nëse ti... Edhe që shumë nuk më nejtë që shumë festa e bën ndjesin, e bën rrisi me ka një ka e festa. Po, festa është vesh një arsye për me u bashku. Për me u bashku, kështu që kur ki me pa me u bashku edhe heq fest mos me pas kur bashkosh me ta knaqesh. E vërtet, kështu që Bajramin, po, kime prit me familjarë njerës mirë, edhe si vjetë në shpe të baba. Edhe si vjetë të baba, edhe si vjetë të baba, vitin e ashën kismet. Unë po du me të falendru Lenë shumë që e ndove kështu më ngjesen, i kohë të konsiderushme, po shpesoj që s'kena vënu për ushtrimen. Jo, kena ko edhe pak. Kena ko edhe pak. Edhe po i vazhdojna kofet se edhe nuk e kom përfundua ende, kështu që na shihemi bashkë. Faleminderit juve shumë, jemi të mirë të ardhur gjithmonë.
edhe sukseset ty.